Ish-kryeministri Sali Berisha deklaroi se kryeministri Edi Rama nuk ishte pranuar që të merrte pjesë në Davos për planin e paqes. Sipas Berishës, edhe vetë Trumpi e kishte bërë të ditur se 2-3 persona nuk mund të ishin pjesë të këtij samiti, që sipas tij, një prej tyre ishte Rama. Edi Rama, i cili në një ftesë që erdhi Shqipërisë, nuk e gëzoi dot. Nuk e gëzoi dot. Përkundrazi. Mos guxo, nuk do të shoh surratin. Ky ishte mesazhi. Dhe vinte në parlament i shpërftyruar. E pat vetë ju qytetar, shifeni prap, se si qëndron të i shpërftyruar. Në një kohë kur mbledhi parlamentin, që kur të firmoste, të thoshte se parlamenti ratifikoi. Por, boja u tha në pen, mbeti siç është. Kreu i Partisë Demokratike ka paralajmëruar një përballje të fortë me qeverinë në protestën e thirrur më 24 janar, duke deklaruar se qytetarët do të japin mësimin që meriton mazhorancës. 1.100.000 shqiptar vetëm në hapësirën europiane, pa llogaritur hapësira të tjera. Nesër i bën gjyqin një armiku tegër të lirive të shqiptare të votës tyre. Njeriu që qëndron në pushtet, duke përdor çdo mjet të palishëm duke shkelmuar kushtetutën. Por nesër është dita e gjykimit të popullit shqiptar për një organizatë kriminale që se ka sot asnjë vend tjetër në Europë.